Asnjë të dyshuar nuk ka policia e Kosovës për ngjarjen e ndodhur në veri të Mitrovicës, ku nga përplasja me armë në një lagje me popullsi të përzierë etnikisht, gjeti vdekjen një shtetas serb dhe u plagosën 2 të tjerë. Zëdhënësi i policisë së Mitrovicës Besim Hoti deklaroi se janë marrë në pyetje 7 dëshmitar, 6 shqiptar dhe 1 serb, por asnjë prej tyre nuk rezultoi të kishte lidhje me krimin. Njësitë policore së bashku me Euleksin po mbledhin prova, po grumbullojnë dëshmi nga dëshmitar, por prokuroria do të vendosë për statusin e të pyeturve. Për momentin nuk ka asnjë të arrestuar apo të dyshuar për vrasje apo tentativë vrasjeje, tha Hoti. Policia e Kosovës kreu kontrolle në 5 shtëpi në Bergjan të Mitrovicës. Euleks po bashkëpunon ngushtë me policinë kosovare për hetimin e vrasjes së 28 vjeçarit serb dhe plagosjes së 2 të tjerëve. Euleks kërkoi që banorët shqiptar dhe serb të përmbahen nga aktet e dhunës dhe të lënë ligjin të bëjë punën e vet. Ndërkaq situata në barrikadat e ngritura nga serbët në Mitrovicë, Veçan, Zupç dhe Jagnjenic është e qetë, ndërsa trupat e KFOR-it nuk kryen asnjë lëvizje gjatë natës. Të 2 korsitë e rrugës Leposavić-Rashk pranë pikës kufitare të Jarinjës janë të bllokuara, ndërsa lëvizja mes veriut të Kosovës dhe Serbisë kryhet përmes rrugëve alternative.